Shkremtuar në Vlorë dita e Republikës Italiane në një mbrëmje plot muzikë dhe miqësi mes dy vendeve të zhvilluar në sheshin pranë shëtitore bregdetare, ku qytetarë të shumtë ndoqën koncertin festiv të grupit të njohur italian Neri Percaso, fituesi Sanremo 1995 në kategorinë të rinj. Me harmoninë e tyre al capella, grupi krijoi një atmosferë të veçantë në bregdetin e Vlorës, duke sjellë hitet më të dashura të muzikës italiane. Të pranishëm kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, konsulli italian Guido De Santis, prefekti i qarkut dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve, duke dëshmuar dhe njëherë lidhjen e fortë kulturore mes Shqipërisë dhe Italisë. Për konsullin italian kjo ditë është më e rëndësishme për kombin italian. È una giornata molto importante per la Repubblica Italiana e la festa della Repubblica Italiana. Në vitin 1946 paqja dhe respekti ishin gjëra më e rëndësishme sikurse është në këtë moment. Ne kemi vendosur të sjellim kulturën italiane, teatrin dhe këtë grup muzikantësh të njohur në Itali. Në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Inovacionit Shqiptar, kemi sjellë në Shqipëri, në Vlorë, javën e kulturës italiane, ndërkohë që përgjatë gjithë javës kultura italiane do të jetë prezente kudo në Vlorë, me aktivitete dhe koncerte të ndryshme. Ndërsa detajon dhe aktivitetet që konsullata e Italisë do të zhvillojë. L'orchestra giovanile con 55 elementi ci ha regalato un meraviglioso spettacolo. Sot jemi këtu me grupin Neri Percaso, që kanë fituar Sanremon 30 vite më parë, ndërkohë që do të jemi në ditët në vijim në qytete të tjera, pasi Italia dhe Shqipëria kanë një marrëdhënie të shkëlqyer që nis me historinë dhe mitologjinë dhe vazhdon. Marrëdhënia midis dy shteteve është si një autostradë ku njëra shkon dhe tjetra vjen. Për artistët e grupit Neri Percaso, quello che ho visto qua è molto bello. Kemi ardhur dje për 2 ditë dhe më pas do të nisemi në Itali. Ndihemi si në shtëpinë tonë. Si në Itali është tuaj se e ngjashme, ka shumë italianë në qytetin tuaj, pasi jemi këqinj dhe jemi si në shtëpinë tonë. Kemi shumë miq artistë shqiptar si Ermal Meta, Ana Oksa. Kemi tërhequr nga ju, artistë shumë të mirë. Vlora është e shkëlqyer, impresionuese, me një lungomare të mrekullueshme. Ne do të vim për pushime këtu në Shqipëri. Faleminderit Vlora. Kryebashkiaku Ermal Dredha vlerëson marrëdhënien mes dy vendeve. Se ka një marrëdhënie që ne konsiderojmë strategjike dhe shumë të fortë, është marrëdhënia që kemi në Itali, nuk diskutohet, vetëm për shkak të prezencës shumë shqiptarëve që janë atje, gati 5.000 shqiptarë ose më shumë, që janë integruar më së miri atje dhe realisht përbëjnë edhe një nga aktorët kryesor, po flasim sa i përket komuniteteve tuaja që jetojnë në Itali. Pastaj edhe kjo afërsia gjeografike që kemi, qoftë edhe ajo që kemi ne lidhja shpirtërore me Italinë, edhe para viteve 90 po tonë ju, dhe patjetër pastaj edhe një nga suportuesit më të mëdhenj që kemi pasur ne në gjitha proceset tona integruese, qoftë BE dhe gjitha organizacionet tjera ndërkombëtare. Pra që është një marrëdhënie amalgam, është amalgamizuar, nuk diskutohet. Plus pastaj edhe marrëdhëniet tjera që kemi tashmë, që në raport nivelit të lartë, me kryeministra Albani dhe Dini kanë një marrëdhënie të shkëlqyer. Kjo është përkryer edhe në rendimin e fundit për trashëgimimin e pensioneve të shqiptarëve që jetojnë atje, që ka marrë formë Këto aktivitete janë aktivitete që mbështeten nga bashkia, për sa kohë kërkohet ndihma prej konsullatës italiane, ne jemi këtu, mbështesim çfarë mundemi, edhe ky aktivitet i sotshëm. Kjo është për ditën e Republikës së Italisë, është në bashkëpunim edhe me bashkinë. Dhe gjëja më e bukur që ne kemi sot është edhe kjo prezencë e Neri Percaso. Ne kemi ndjekur nga televizori atë kohë, po unë mbaj mend që vitin 95 na ka fituar në Sanremon, ka qenë një rinësinë atë kohë. Ne shikojmë sot që nuk ka ndryshuar fare, performojmë po njësoj, jam po të njëjtin entuziazëm dhe vibe në sheshin tonës skel. Mbrëmja e 2 qershorit, festa kombëtare e Italisë në shëtitoren bregdetare, ishte festë, artë dhe bashkëpunim ndërkombëtar, ndërsa u konsiderua nga pjesëmarrësit si një natë për të kujtuar dhe mbajtur mend.